Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Kosovës, mirë se ardhët në udhëtimin e tingujve të zërit të çmuar, të respektuar, të kulturës sonë muzikore, Nazmije Hoxhës. Nazmije Totaj Hoxha lindi në vitin 1952 në Gjonaj të Hasit, një treve e njohur për kulturën tonë dhe për traditat e saj. Ajo ishte vajza e parë e shkolluar nga kjo anë, duke hapur kështu një rrugë të re për brezat që do të vinin pas saj. Talenti i saj jashtëzakonshëm në këngë u shfaq herët, megjithse muzika nuk ishte traditë familjare. Pavarësisht kësaj, zëri i saj i rrallë dhe i fuqishëm u bë shpejt një prej më të dashurve të muzikës popullore shqiptare. Në fëmijëri, baba i saj e dërgonte në shkollë me përkushtim shumë të madh dhe pikërisht pas përfundimit të klasës së parë, familja e saj u shpërngul në Prizren, ku ndoqi studimet për mjeksi. Njëkohësisht, pasionin për këngën nuk e la anash. Debutimi i parë i saj skenik ishte në kuadër të shoqërisë kulturo-artistike Agimi, ku interpretoi këngën Yll i bardh, djalë i heshtur. Ky është edhe një moment ku shënon fillimin e një karriere të ndritur, e cila më pas do të pasurohej me këngë të shumta të regjistruara në Radio Prishtinë, ku ajo do të spikaste si soliste. Në vitin 1972, ajo mori pjesë për hir të parë në festivalin Akordet e Kosovës, dhe që nga ajo kohë, çdo vit ishte pjesë e këtij festivali, duke dhuruar interpretime magjike që mbetën të paharrueshme. Është gjithmonë një nder të flasësh për figura që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e muzikës sonë popullore. Një prej tyre është padyshim Nazmije Hoxha, një emër që nuk është vetëm pjesë e memorjes kolektive, mirë po edhe një gur themel e trashëgimisë tonë kulturore muzikore. Nazmije Hoxha zë një vend të veçantë në historinë e muzikës popullore shqiptare. Ajo ishte një nga zërat më të dalluar që e mbajti gjallë shpirtin e këngës, së trevës të Hasit dhe më gjarë. Me vokalin e saj të qartë, ajo arriti të krijojë një urë emocionesh midis traditës dhe dëgjuesit. Çfarë bëri të veçantë stilin e saj? Asaj që e veçante Nazmijen ishte natyrshmëria dhe sinqeriteti në interpretim. Nuk ishte asgjë të sforcuar në mënyrën si këndonte, zëri i saj nuk ishte vetëm i bukur teknikisht, por i mbushur me përmbajtje emocionale. Kënga nuk ishte thjesht melodi për të, por rrëfim i jetës, i dashurisë, i sakrificës.
që në fëmijëri Nazmia tregoi prirje në interpretimin dhe gjatë shkollës së mesme të mjekësisë ajo angazhua në shoqërinë kulturore artistike të qytetit të saj, duke u nisur kështu karrierën e saj muzikore. Debutimi i saj para publikut ndodhi në Prishtinë me këngën Yll i bardh, djalë i dashur. Pas kësaj ajo realizoi incizimin në radio-televizionin e Prishtinës me këngë si Qetësia e lartë mbretëron mbi ne dhe sa më shpejt ma vure këmbën. Gjatë karrierës ajo bashkëpunoi me shoqëri të ndryshme artistike në Kosovë, duke përfshirë Emin Duraku, të Zhurit dhe Kastriotit të Ferizajit, si dhe u paraqit si soliste në radio-televizionin e Prishtinës. Nazmia Hoxha ishte pjesëmarrëse e rregullt e festivaleve muzikore të organizuara në Kosovë dhe mori pjesë në shfaqje të ndryshme jashtë vendit, të organizuara nga shoqatat kulturore shqiptare. Ndër këngët e saj më të njohura janë si Dukati vogëlje, Oj zogo dhe Kur e përcolla ylbere. Gjuhësia për faqen dritur është arbëria. Shkronja jonë o sot është krenare se pate qremin e me ti pare, pate qremin o me ti pare. Prej drangoj o të pa e kur që me penë shkrinte kur që me penë shkrinte kur në gjërgjepin e tonë ti që nise ljullën më të ra. Na e vritë gjuhën e Shqipe me urtime zjarë me ma. Në gjërgjepin e tonë ti që nise ljullën më të ra. Na e vritë gjuhën e Shqipe me urtime zjarë me ma. Shkronja jonë o sot është krenare se pate qremin e me ti pare, pate qremin o me ti pare. Prej drangoj o të pa e kur që me penë shkrinte kur. Nazmia Hoxha ishte një artiste që i këndoi shpesh gurbetit, pasi vendlindja e saj kishte shumë bashkëdhetar të shpërngulur në vende të ndryshme të botës. Ajo me këngët e saj udhëtoi në këto vende, duke e bërë atë që me zërin e saj të jetë një prej këngëtarëve më të dashura për shqiptarët, por edhe jashtë trojeve të tyre. Veti me të
Një nga interpretimet e saj më të njohura ishte kënga S'pas ke pas një pikë mëshirë, një këngë që u gdhen në kujtesën e publikut fal zërit të saj të veçantë dhe të ndjerë. S'pas ke pas një pikë mëshire, qysh pëso pa unë kësisoj, gjanë maman, qysh pëso pa unë kësisoj. Spres prej teje, farë të mireje, veç me fol, oh një herë me goj, gjanë maman, veç me fol, oh një herë me goj. Nazmije Hoxha kontriboi në ruajtjen dhe promovimin e një pasurie të çmuar kulturore. Ajo incizoi një sër këngësh në radio-televizionin e Prishtinës, duke lënë gjurmë në arkivën tonë kombëtare. Ajo i qëndroi folklorit të mirëfillt besnike, pa deformuar apo komercializuar atë, çka është gjithmonë e rrallë dhe lavdërueshme. Prat krahe draprinë dorë, nuk më lanë të shkoj në shkollë, nëse djeli zbathur në borë, veshur me një shorte të hollë, nëse djeli zbathur në borë, veshur me një shorte të hollë. Se jam rritur o moj jetime, por më mbajti kjo kënga ime, o ti zog qeli, drejtni moj halet o drejt ka djeli. Se jam rritur o moj jetime, por më mbajti kjo kënga ime, o ti zog qeli, drejtni moj halet o drejt ka djeli. Në vitin 2007, më 5 maj, në Prishtinë, Nazmije Totaj Hoxha u nda nga jeta, por zëri dhe këngët e saj mbetën të pavdekshme në trashëgëminë muzikore shqiptare. Erdha sot me përgëzime, ta këndoj këtë këngë. Ajo ishte një prej këngëtarëve më të popularizuara të muzikës popullore shqiptare nga vitet 1970 deri në vitet 2000 dhe për talentin e saj të jashtëzakonshëm në festivalin Kosovaria Këndon u shpall edhe debutantja më e mirë. Mbesa e saj me shumë dashuri kujton momentet me të dhe tashmë publikisht ka bërë një premtim që këngët e saj të vazhdoj t'i këndoj me të njëjtën dashuri, sikurse Nazmije Hoxha. Unë e kom dasht hallën shumë, edhe e kom nejtë shumë e hallën bashk, edhe në për koncertet shumë ta, ju kam bashkan gjitë, edhe kështu që jam rrit në atë botën e artit, edhe kështu jam edhe vetë e programume prej e vogël, kështu që e kam trashëku muzikën prej hallës. Unë e vetë janë krejtë familjen, ose edhe rrethet familjes. Unë i kam të më thonë gjitha kujtimet, gjithë shka më kujtohet. Zani i veçantë që ka pas halla, një zanë të veçantë, një vokal shumë veçantë. Krejt këngët
e sajna që i ka pas me shumë, do me thonë jetë madhe, edhe shumë. Kom pas është si ondër që e kom ndi, edhe ndi ashtu që kam qef mi rinjall kong të halës, do t'i përzgjedhi disa kong, jo krejt, normal. Ato që mu më pëlqejnë mas shumë ose që mu unë e mas mirë t'i me kënu, e kam, do me thonë, kjo është plani jem i ardhshëm. E vrej edhe sot, që shumë njerëz flasin veç, aten shumë, do me thonë, flasin veç fjallë të mira. Për brezat e rinj, Nazmia është një model që mëson për ulsinë artistike dhe për kushtimin ndaj rënjeve kulturore. Ajo na tregon se suksesi në art nuk vjen përmes bujës, por përmes thellësisë së shpirtit që i jep këngës. Sot, shumë këngëtar e risjellin repertuarin e saj, çka flet për ndikimin e saj afatgjatë. Kam rujt moj, si zog s'gjuke, të kam dashtësi, syte balli, mos e pafsh moj, pikne hajri. Moj lule, ka shumë kohë që m'je largu, as një letër s'ma kequ, ke banjet me më harru, mos moj lule, oh, mos moj lule, mos moj lule, oh, mos moj lule, po të presur e ty, te gëtera, po të presur e ty, të presi për hera, të bisedoj me ty, të presi për hera, të bisedoj me ty, te kërapi, po të presur e ty, te kërapi. Si muzikologe, unë mendoj që është e domosdoshme që trashëgimia e Nazmie Hoxhës të digitalizohet dhe të përfshihet në kurikulat artistike. Aktivitetet përkujtimore, festivalet tradicionale dhe programet dokumentare mund të ndihmojnë shumë në edukimin kulturor të brezave të rinj. Ajo është pjesë e identitetit tonë artistik dhe duhet trajtuar me respektin që meriton. Unë
Duke ju lënë me zërin e Nazmie Hoxhës, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje. Gjithë malësia, rënkon shqipja gjuhësia, për faqen dritur është arbëria. Shkronja jonë sot është krenare, se pate qrevin e me ti pare, pate qrevin o me ti pare, prej drangoj o të pa e pur, që me pene shkrinte e pur, që me pene shkrinte e pur. Në gjërgjepin e tonë ti që nise, ljullën më të rarë. Na e ndritë gjuhën në Shqipe, me urti me zjarë me malë. Në gjërgjepin e tonë ti që nise, ljullën më të rarë. Na e ndritë gjuhën në Shqipe, me urti me zjarë me malë. Shkronja jonë sot është krenare,